Ju lumë që kom, ju lumë që ndurët. Tani është një moment shumë i rëndësishëm që jo vetëm do kënuem dhe do kërcejmë, por edhe do flasim diçka. Dhe pas kësaj, pas këtyre momenteve, ju që jeni ullët është radha që marrë këtu, okej? Se këta
e mëson rrugën, do vinë vetë, po ju që jeni ullë, do vini. Shumë faleminderit, zoti rujt, themi për pak. Dua të ftoj profesuesin e Unionit Mirdita, Andrea Zaj. Unioni Mirdita është një ndër mbështetësit më të mëdhenj të motrave të dashurisë në Rubik. Së bashku neve, sepse edhe unë përkas Unionit Mirdita, kemi bërë aktivitete shumë të mëdha dhe shumë të bukura dhe shumë domethënëse. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma këtyre fëmijëve kaq të bukur të qytetit Rubikut. Të gjithë jemi ndjeni që Rubiku quhesh dikur qyteti i Floririt. Në të vërtetë Floriri vërtet jeni juve këtu. Dhe qyteti i Floririt do mbetet gjithmonë kështu. Kemi disa vite që ne ndjekim nga afër shumë aktivitete, shumë evente që zhvillohen në qytetin e Rubikut, falë motrave të cilat kanë lozur një rol të rëndësishëm në organizimet dhe në disiplinimin, në edukimin e këtyre fëmijëve. Para një viti në periudhën e verës, kam qenë prezent në një event ku shikoj fëmijët kur temperaturat jashtë ishin 40 gradë, shikoj një grup të madh fëmijësh të cilët kërcenin, këndonin, sjellnin gëzim në këtë qytet. Kjo është një meritë e madhe. Bordi Unionit Mirdita ka qenë dhe do të jetë gjithmonë pranë këtij qyteti dhe gjithë mirëditorëve kudo që të jenë. Një meritë të veçantë kanë patur dhe kanë rolozur motrat të cilat kanë qenë katalizatori dhe enzima për të organizuar dhe për të mbajtur gjallë frymën e këtij brezi të ri. Dhe ne kemi qenë falë këtyre gjithmonë prezent. Gjithsesi, sot ky bashkim bashkë me zonjën Mariana, e cila është anëtare e bordit Unionit, e njihni gjithë si një profesoresh, si një sportiste, që edhe kjo është gjithmonë e papërthueshme, është gjithmonë pranë këtij qyteti dhe po ashtu dhe Rrëshenit. Neve donim të bëjmë edhe një sensibilizim institucioneve të cilat motrat kërkojnë të na largojnë nga këtu. Por ne kemi shpresa, kemi besim, kemi ndjekur rrugët dhe kanalet për ta përcjellë zërin ton që motrat të jenë gjithmonë pranë këtyre qytetarëve. Unë uroj më të mirën, uroj që ky brez i ri të jenë vërtet Floriri i Rubikut dhe për gjithë mirëditorët. Faleminderit zonja Mariana, motër Adelina, të duam shumë. Faleminderit. Tani është momenti të ftojmë një mamë, Pina Përlesi. Shpëtuar dhe motrat nga Pena Gjeshbanku. Shkrimet e tij janë të spikatura, të bukura, mëdhëse, dhe sot do na thotë shoh pak atención. Normal të koncerti këto të krijon një adrenalin, kënaqësi, duke shoh qytetin e Rubikut që e ka historike këtë gjë. Por mendoj për të thënë disa fjalë të cilët për fat keq ne i lëm pa i thënë dhe nuk flasim drejt në sy. Nëse do të marrim amplitudën që shpesh herë vendet zhvilluara bëjnë, amplitudën e aktiviteteve që bëhen në një qytet për banorët për këtë gjë. Edhe tani që jemi këtu, plus fëmijëve, atletë pa fund, kemi futbollistë që shohin edhe vajzat, këtu është qyteti që ka krijuar futbollin e vajzave dhe ka treguar emancipimin e parë në Shqipëri. Nga ana tjetër, ka dhe një fakt tjetër. Rrësheni është qytet i ri, është qytet i vonë, Laçi është i vonë, Prenjas, i Brazhë e tjerë. Nuk është zemra e Mirditës Rrësheni. Unë jetoj në Rrëshen. Absolutisht. Por është Rubiku. Rubiku është qytet i hershëm. Dhe përse nuk du ta shohim Rubikun në agoni. Unë kam patur njëherë një kujit me gazetarë nga shumë vende të botës dhe kemi kaluar edhe në Rubik në disa zona dhe u kam bërë këtë pyetje. Për ju, cili është nga qytetet më të veçanta që keni vizituar në Shqipëri? Dhe më janë përgjigj. Kemi kaluar në mbrëmje, me ato dritat që shikonin, në skalate me radhë tu edhe kishën e famshme atje, padyshim Rubiku na ka bërë përshtypjen në të gjitha qytetet shqiptare. Edhe
këtë nuk e thënë për një enfazë patetike për t'ja u thënë këtu, po kjo është e vërteta e madhe. Rubiku kur themë qyteti i vjetër sepse noviciati atje, kisha, shkollat e para, përgatiste gjakoj edhe për Dubrovnikun, e tjerë janë nërpart, janë korifejt e dijes shqiptare që kanë qenë dhe kanë shërbyer prelatët e famshëm me Badoqin që kishte një kështjell atje, jo thjesht një shtëpi, jo thjesht një kull. Pra ishte një qytet urban që në atë kohë. Më vonë me metallurgjinë, me lagjën e parë që vjen atje, lagja e vjetër, që është lagje historike dhe duhet të jetë lagje monumentale. Ne duhet bërtasim fort për ta bërë monumentale, jo për ta shundur. Që unë e kam përjetuar shumë keq më kanë thënë largimin e motrave. Sepse motrat nuk janë thjesht motrat. Nuk janë një numeracion motrash. Jo, janë një institucion. Dhe në këtë vend ajo që mungon janë institucionet. Kjo është e keqe, nga njëherë dhe institucioni i kuventit, dhe institucioni i kryeministit, dhe i presidentit, dhe vështirë të krijosh një institucion të besueshëm që s'ka nevojë me thirr vinë njerëzit këtu, sepse motrat e lina dhe motrat tjera kanë shkuar shtëpi në shtëpi, kanë krijuar një aktivizëm human për të marrë shembull gjithandej. Ato kanë një enumeracion gjërë, por nuk duan të flasin dhe ta bëjnë rreshtimin e gjërave që kanë bërë këtu. Janë më shumë se sa një ministri. Unë kam komunikuar shpesh herë si gazetar me ministri, po kanë pa ndjeshmëri të theksuar edhe pse paguhen me rrogat majme. Ndërsa motrat kanë punuar në mënyrë humane. Mendoni tani, Rubikut, mu më vjen shumë keq kur kam dëgjuar këtë. Pse? Rrim në heshtje. I iku shkolla profesionale Rubikut. Ishte e pasens për shkak të politikës vendore në atë parë. Për shkak të njerëzve që këtu drejtojnë në tu. Sepse nëse ti nuk e bën problem, nuk bërtet më të madhe etj me radhë. Vjen e bën takimin presidenti ai kryeministri këtu tek uzina dhe qohen për qira dhe nuk shoh dikush me fol për projektime të mëdha. Siç ishte edhe vetë uzina etj me disa aksesor tjerë që do krijohet kuadër i fabrikës municioneve dhe për të rivitalizuar shkollën e mesme atje, shkollën profesionale atje. Sepse është një shok psikologjik në moment që iket një shkollë, një nga shkollat idilike të Shqipërisë. Dhe unë kam bërë rëndësia më madhe që është dhënë shkollës profesionale në Dibër, që ka mbi 250 konviktor. Kjo është e vërteta, ndërkohë këtu është bërë dhe konvikti, shkolla ishte për një projekt shumë më të madh, e me radhë pra do të bëjë një gjë e mrekullueshme aty. Hikja edhe e motrave, hiken murdjeshat, motrat e bardha në Rrëshen. Hiku një institucion, tani do të hiken dhe këto, hiken dhe institucion. Dhe pastaj ata që janë përgjegjës, që do të bërtasin më shumë, fshehin kokën si strusi. Kjo është gabim jetik. Unë ja u kam thënë, edhe në takimin për reformën territoriale. Do ta ndjejnë hikjen dhe shurjen atëherë kur t'ju shkojë te karriga ke zyra. Atëherë kur të kuptojnë se nuk ekziston më ky vend, nëse nuk ka popullat, nëse nuk ka Rubik, nëse s'ka Rrëshen, nëse nuk ka fshatra të banore të tjerë në radhë. Unë, faleminderit. Unë nuk I kam dëshirë fare thirrjet patetike, as populizmat, edhe as enfazat folklorike. Por du të falenderoj shumë Rubik, du të falenderoj shumë Marianën, bordin e Unionit Mirdita me cilin ne kemi lidhje që bashkëpunojmë dhe të gjithë faktorët e tjerë dashamirës dhe të bashkëngjiten edhe të tjerë. Të bashkëngjiten gjithë, me patjetër Rubiku po them do të ishte shoku psikologjik I dytë I jashtëzakonshëm. Dhe unë e di që ata që janë këtu dhe që kanë pas halle dhe që janë për fshatra dhe se nuk është konfituar askush për t'ju shkuar atje, për t'ju shkojnë motrat, do ta ndjejnë më shumë se askush. Motra në Top Channel ka thënë një fjalë. Ka thënë ka sjell një rast shumë interesant, ju do mund ta ndiqni dhe prandaj e thirrëm dhe motrën atje, që të kishim vetëm një prezantim folklorik të ditës, por një prezantim human dhe të një aktivizmi, dhe ka thënë një fjalë tjetër zakonshme, s'du ta përmend atë familjen, por ti të ringrish, të rjetëzosh, të sjellësh në jetë një qoftë edhe një njeri që prej hallit të shumë, prej vujtjeve të shumta, bat gati mu hedh nga kati 5. E janë këto motra, janë këto që kanë punuar në këtë mënyrë. Prandaj ne do t'i kemi mes nesh. Dhe uroj që t'i kemi mes nesh. Dhe besoj që gjithë jemi në unison. Dhe këtë I bëj thirrje dhe gjithë publiku shqiptar. Absolutisht të solidarizohet me këtë. Është vepra më e madhe që tani për tani ban Mirdita në planin e aktivizmit human. Ju uroj që pas fjalëve mia tensionuara të kemi pak më shumë alegri. Dhe falenderoj shumë për artistët. Shumë faleminderit.
Shëndetje, mirëmbrëma gjithëve. Jam sot për shumë arsye, por arsyeja më e fortë është nëse mund të largon nga rrugë, dhe një humbje shumë e madhe për ne fëmijët e për ta të Ato janë misionare shumë fuqishme. Unë e di që Mirdita ka nevojë për fen katolike ta studoj sa më shumë. Nëse të do ikur nga Mirdita nuk do të kenë kisha, do mbyllen edhe kisha. Unë uroj që ky zoti joni të gjithë sa më lart dhe të dëgjoj gjithë secilin nga ne. Jo vetëm unë, por gjithë të tjerë, por edhe një thirrje të fortë kam. Ju lutem mos na mbyllni qendrën kulturore të fëmijëve, se pa art dhe kulturë nuk ka jetë Mirdita. Faleminderit shumë. Rigerta Loku. Kemi nevojë edhe Përshëndetje të gjithëve. Do të më lënë emocione do t'ja lej motra të linës sot emocionet, kështu që unë nuk do emocione. Kur ka ikë Margruçi si jena mbledh me të majt. Iku dhe Gjok Vuga su mbledhëm me të majt, me majt Gjokën. Kështu që motra keni bë diçka që rrallë herë mirëditorët e bëjnë, që të bashkohen me zemër, për të kërkuar me zemër diçka që e duan me zemër. Ky koncert dhe kontributi gjithë atyre që janë këtu është shenjë dashurisë që kemi për ty. Unë shuhem për lëk, që s'është një problem i madh. Të duam shumë, ju duam shumë, për atë që keni bërë për fëmijët tanë, sepse shumica për jush kanë rritur fëmijët në atë qendër kulturore. Kush ka qenë i moshuar ka kërkuar dorën tuaj. Dhe ne këtë mënyrë gjetëm për t'ju thënë faleminderit dhe për të përpjekur që t'ju marrim këtu. Ndoshta nuk do të shërbejë asgjë, por mendoj që kjo është shenja më e madhe e dashurisë që mund të t'japim. Nuk jemi të pasur, por ama të duam shumë, ju duam shumë, motër Marliz, ju duam shumë, duam që të rrini me ne, por uroj shumë që të rrini me ne. Faleminderit Mariana për kontributin që ke dhënë, por falenderimi më i madh ju takon gjithsecilit prej jush, që gjithmonë dini të thoni të dua. Faleminderit. Sa unë jam shumë e bindur që motrat e Lina dhe motrat do të qëndrojnë në rubik, sepse rubik kujdo dhe rubik më të artistë. Një ditë në kafe, derisa lëvizshim për të arritur ku jemi sot, për të mbledhur kaq shumë njerëz, një zonjë më tha, largimi i motrave për mua është lajmi më i keq që kam marrë këto kohë të fundit. Dhe në fakt, Mariana Graf së bashku me Markun në dha një detyrë shumë të rëndësishme për të organizuar këtë takim, për të organizuar peticionin, për të mbledhur firmat, vullnetin e njerëzve që motrat i kemi këtu. Dhe tani dua të ftoj Mark Ruçi, ish kryetari i bashkisë, shkruar fantastik. Dhe ajo që më ka bërë përshtypje edhe sepse Mark Ruçi ka kohë që nuk është kryetar bashkie, ka qenë përshëndetja e çdo personi, e çdo moshe, nga më i vogël më i madh. Pavarësisht ideve, pavarësisht ligjeve, më ka bërë shumë përshtypje njerëz të tillë të rrallë që. Përshëndetje gjithëve. Zakonisht në takime publike apo çdo takim tjetër unë jam përpjekur të flas pa letër. Nga përgjegjësia e raportit dhe ndjenjës për motrat, për përkushtimin e tyre, për dashurinë e tyre ndaj publikës, mund të them dy fjalë me letër. Ju falenderoj shumë gjithë për praninë, mbështetjen dhe besimin tuaj në nismën e përbashkët sensibilizuese për vazhdimin e misionit Motrat të Dashurisë Gjovana Artida në Rubik. Ka njerëz që kalojnë jetën një komuniteti dhe lënë kujtime, dhe të tjerë që bën pjesë e vetë jetës tyre. Dhe motrat tona, Adelina, Marlyza, Rozela, janë pjesë e jetës sonë për gjithçka kanë bërë e bëjnë aktualisht. Dhe shpreh pa frikë se janë
bërë pjesë historisë dhe zemrës Rubikut. Për 22 vjetë me mbështetje pa kursyer dhe humanistës shuar Mariana Graf, e keni kthyer qendrën kulturore Abat Doçi në një model funksionimi në favor të komunitetit, sidomos në edukimin e fëmijëve dhe të rinjve, me një masivitet breslënës. Kur ka filluar ky projekt në vitet 2003-2004, objektivat kanë qenë tepër minimale. Sot pas 20 vitesh ka një masivitet tillë dhe një aktivitet që i kalon kufit lokal, jo vetëm të Rubikut, Mirditës, po dhe me Gjergj. Për 22 vjetë, ato nuk kanë qenë thjesht pranësh, por kanë qenë me ne, kanë darë gëzimet tona, kanë dëgjuar hallet tona, kanë gjetur kohë për fëmijët, moshurët, rinin, familjet, e çdo që ka tërpitur derën e tyre. Prandaj sot nuk flasim vetëm për largimin e disa motrave, por për largimin e disa zemrave që kanë rrahur bashkë me zemrën e këtij komuniteti. Një boshtëk i tillë nuk matet me numra, me statistika, por matet me mungesën e një buzëqeshje që na priste gjithmonë, mungesë i deri që gjithmonë ishte hapur, mungesë e një fjalë të mirë që u jepte shpresë qarse të vështira njerëzve që kishin nevojë për ndihmën e tyre. Sot shumë prej nesh ndjen një ndryshim të thellë, sepse kur largohen njerëz që kanë dhënë shumë dashuri, bestet një heshtje që vlet për shumë se çdo fjalë. Por një gjë është e sigurt, që prania tyre nuk do të shohet kurrë nga kujdesa e Rubikasve, por do të jetojnë mirësinë që kanë vjellë, në jetën që kanë prekur dhe mirënjohjen që komuniteti Rubikut do të mbajë gjithmonë zemër. Tashmë gjithë bashkë marrën një mësim fyr që na ka shoqëruar gjatë këtyre ditëve në kontaktet e jashtëzakonshme me ju njerëz të jashtëzakonshëm të Rubikut. Të një kontakti të gjerë me këtë komunitet dhe marrin një mësim të jashtëzakonshëm. Një komunitet kupton sa shumë ka marrë nga dikush kur përballet me mundësinë e mungesës së tij. Ne emër të komunitetit, ju shprehim njërin tonë më sinqert dhe ju urojmë forcë, bekime në vazhdimin e misionit tuaj festiv. Unë jam i bindur se instancat të cilat kanë në dorë një gjë të tillë, pas asaj dite do të marrin vendimin e duhur për të vazhduar misionin motrës Adelina me 2 motra të tjera në atë mision me dashuri. Motër, faleminderit të 3 motrave, motër Marditis, motër Shërbezeta dhe Zoti ju bekoft ju dhe familjeve tuaja. Tani radhën e ka motra Adelina, sepse s'duhet ta lëm për në fund do jenë të 2 këngëtarët dhe nuk dua lëm, sepse po shoh se zonjën nga. Këtu s'kam parasysh Gertën që e ka loti me letë, kam parasysh disa zonja aty që po vjen me vërtet shumë keq çaj, por t'jeni bindura që gjithë punën që po bëjmë do ta bëjmë për t'i mbajtur këtu këto motra. Unë gjaj shumë, po edhe që shumë që të. Mundeni mos në filmu, se nuk pëlqet vetja. Tashi, nuk di se që them të them drejtën. Su pritej. Unë po mendoja të gjatë për këtë ditë, sot. Marë frimë të
Së pari, du të them faleminderit gjithë juve që jeni këtu, të gjithë këngëtarëve këtu që janë një mrekulli. Unë po mendoja sot Rubikun dhe po mendoja këtë gjanë këtu. Ne jemi vend i vogël, por këtu ka dashuri të madhe. Dhe këtë e gjen vetëm në vendet e vogla, sepse ndoshta një qytet të madh, edhe ne do kishim qenë një anonim. Zemër. Kështu që ne mesazhi që dëshirojmë t'ju japim atyre që nuk janë nga Rubiku, preferoni të jetoni në vendet vogla, sepse në vendet vogla ka dashuri, dhe unë ndjej t'ju them faleminderit gjithë juve për dashurinë që na keni dhuru. Ne jemi mundu me ba punën tonë. Shumë herë na thonë keni ba. Në fakt, unë me shumë ndershmëri them që kemi ba detyrën tonë, nuk kemi ba asnjë gjë më tepër. Dhe për këtë nuk duhet të ketë vend për shumë lavdërime. Murgeshat, priftat, janë ata njerëz që do të jenë shërbim komunitetit. Dhe jemi mundu me ba, uroj shumë t'ja kemi arrit këtij misioni. Gjëja tjetër që doja të thoja, që harrova. Faleminderit. Po ju du të tamë vedita, e din, këtë Rubiku e din që të marroj për Rubikun. Sepse, kur e mendoj vetëm ti, unë jam lind e rrit në Fan, por më duket delja si u kam lind e rrit në Rubik. Kështu që e them këtë me gjithë shpirt. Dukem sigurisht, nuk kam lind më në Fan, kam lind në Rubik. Gjëja tjetër që doja të thoja, ju e dini që ne jena pelegrin. Para ca vitesh unë kam jetu në Tiranë, pastaj kam jetu shumë vite këtu, nuk e di se ku do shkoj me jetu, por ndryshe nga një familje normale, vendimet për neve nuk i marrim vetë. Na kishin pyetur për vendimin tonë, me siguri unë të kisha thënë du me jetu në Rubik. Nuk më kanë pyet. Kështu është. Por doja t'ju thoja edhe që ne kena disa murgesha që quhen superiore. Dhe janë ato që kanë marrë vendimin për neve. Kështu që nuk ka vendimin, i marrin disa murgesha që janë më larg nesh, që mendojnë se ndoshta një mision tjetër më i mirë mund të jetë për neve, urojmë shumë. Kështu që luteni edhe për ata, sepse shumë herë vendimet nuk është e thënë që kush ka pushtet merr vendimin e duhur. Kjo është në gjitha fushat. Me siguri ne jetojmë me shumë keqardhje. Urojmë shumë të mos ikim, por unë do t'ju them në emër edhe të motër Marlisës edhe të motër Rozelës, ju dum shumë. Dhe mendoj se një jetë kemi ardhur për du dashuri, gjërat e tjera krejt do i lem këtu. Kështu që ju uroj shumë që secili nga ju sot në këtë natë të kthehet në shtëpi dhe t'jap marrë një vendim me dashur më shumë. Është jeta e shkurtër, shumë e shkurtër. Dhe ne kemi vetëm këtë mision. Ndoshta gjithë nga ne duhet me falë në një, me përqafon në një më shumë, më mundu me rujtë familjen, sepse familjet tona ka nevojë të jenë besnike, e nuk e di që më thanë. Di me ju thanë që ju du fart, faleminderit të gjithëve, faleminderit Marianës, me cilën kam bashkëpunuar shumë, dhe kam thënë gjithmonë që me tu jam bjerë 100% vetja ime, dhe unë du me thënë faleminderit me zemër për atë që ke bë, që bën në mirë ditë. Faleminderit të gjithë juve që keni menduar këtë aktivitet, faleminderit mikut tim Andrea Zaja që është gjithmonë i pranishëm, faleminderit shoh disa njerëz nga Rubiku me cilët kemi bashkëpunuar edhe fundit. Falenderojmë Zotin që kemi akoma fëmijë në Rubik. Ju du shumë. Faleminderit motra Adelina që ekziston. Një poezi e Atë Flumbit duhet në këtë moment. Andra jeme, Nikol Prem.
Dhe pastaj direkt të dy këngëtarët do të vinë në skenë dhe do na dhurojnë shumë. E di se në tokë ka dimna pranverë. E di se mbi tokë ka pluma e skifterë. E di se mbi tokë ka ujqë dhe dele. Ka pasanik, e kam zdathë me zhele. Por këtë se kuptoj, pse në tokë së ndëm dhuna, forca shtazore, jo mendja, jo puna. Se ma dashtunis, si lanë kërkund vend. A thue se njerëzit janë gjithë pa mend? S'pat bota njërës të menshëm? Pat, po si s'pat? Por rëkjen të plakun, o të vorfen pa fat. Prandaj unë e dua atë andrën e mirë, që njerëzit dikur me hirë o pa hirë, të rëdzojnë e të përmbysin kultin e dhunës, instiktet shtazore të menisë dhe të fortunës. Dhe në vendin e tyne të vehet mirësia, mendja njerëzore, zemra dashtonia. Faleminderit.
Bravo, bravo, të doja një darë të gitje për këtë vajza kaq të mrekullueshme dhe me të thënë drejtën kishim shumë dëshirë me i bë edhe disa falënderime. Si pikë e parë doja t'ju falenderoj gjithë secilin që ka ardhur sot. Si pikë e dytë doja të falenderoja motra Adelinën dhe motrët që kanë dhënë një kontribut kaq të madh për Rubikun. Edhe do doja një darë të gitje, ku shpresojmë që sadopak të kemi ndikuar dhe me lutjet tona që misioni të vazhdojë. Edhe më pas, do doja një darë të gitje për dy çuna që ne pa ata nuk bëjmë dot. Një darë të gitje për Lupon, edhe një darë të gitje për Devisin. Gjithashtu, një duar të rokitje shumë të fortë për energjinë e koreografit të mrekullueshëm Fran Gjergji dhe DJ Viktori. Faleminderit. Tani, a ka mundësi me një duar të rokitje ta Patëm qef me thonë drejtë me një duar të gitje me ftu dhe gjyste me këndu i kongë me ne së bashku, me një duar të gitje ftojmë gjysten të na bashkohet. Hajde gjyste, hajde. Se do të presim, a bashkohesh. Dhe bashkë me gjysten vim dhe të gjithë të nshesh edhe kërcejmë së bashku, okej? Sidomos, ata që nuk kanë kërcy pjesën e parë. Ata që, hajde një grupi, afrohemi pak. Okej, hajde gjyste, hajde. Afrohemi, nuk e fillojmë po nuk u afrut edhe ju, okej? Hajde, Anteo, hajde. Hajde shkojmë me dorë të gitje, hajde.
Doj me ma Këtë i të laki Ato që ty vak Lune për qapi Si zomonile Trupi si selvir Si një pishe ke Po të si që shi Hajde mirë dita!